Partia Demokratike ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të mos lejojë pjesëmarrjen e kandidatëve të Partisë Socialiste në zgjedhje, nëse ata nuk dorëhiqen nga pozita e tyre shtetërore. Sipas Partisë Demokratike, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Kodit Zgjedhor kërkojnë që çdo kandidat të jap dorëheqjen përpara se të kandidojë për deputet dhe se pezullimi i një funksionari nuk është një alternativë e pranueshme. Në përmbushjet në 69 Kushtetutës dhe sa i takon Kodit Zgjedhor si ligjet supreme mbi gjitha ligjet e tjera dhe përmbushjes së 63.4 të tij, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë taksative heqjen dorë si detyrim ligjor që duhet përmbushet nga secili kandidat dhe nuk ka lënë asnjë hapësirë opsionale si pezullimi që nënkupton ndalimin përkohësisht të funksionit ose ndërprerjen e tij për një farë kohe për të rikthyer në detyrë në pamundësitë fitore të mandatit deputetit. Zëdhënësi i antikorrupsionit Genta Vangjeli theksoi se disa kandidatë Partisë Socialiste kanë zgjedhur të pezullohen dhe jo të japin dorëheqjen, duke i quajtur këtë veprim të papranueshëm dhe të papajtueshëm me ligjin. Ajo kërkoi që të mos lejohet pjesëmarrja e këtyre kandidatëve në zgjedhjet e ardhshme.